39 deputetët e rinj të Partisë Socialiste për legjislaturën e ardhshme, fitues të mandatit në zgjedhjet e 11 majit, nisën këtë të premte eleksionet në Akademinë Politike. Një ditë më parë ata patën një takim me kryetarin Edi Rama, një herësh kryeministër, prej të cilit morën mësimin e parë se si duhet jetë sjellja e tyre në 4 vitet parlamentare. Se kjo është diçka që meritohet një herë. Nuk mjafton. Kjo është çdo ditë. Nuk është si ato dekoratat që e merri të vrapë dhe e ke për gjithmonë. Kjo është që çdo ditë duhet të jesh i vlefshëm, për çdo ditë duhet të jesh i nevojshëm. Në selinë e Partisë Socialiste mbërritën të gjithë rregjistarët që për një muaj, çdo fundjavë do të ulen në bankat e leksioneve akademike politike. Ditën e parë të shkollës, jo, s'mund ta quajmë shkollës, thjesht një trajnim. Cili është lektori juaj preferuar? Të gjithë janë shumë mirë, s'kemi një të preferuar, që nga kryeministri që ishte i pari e deri tek i fundit. Është akademia dhe kam kënaqësi me hen pjesë. Keni një lektor të preferuar? Për mua janë tanë barabartë. Fatmir Xhafa, i lektori i modulit të parë që do trajtoi temën mbi rolin e deputetit dhe etikën e përfaqësimit, nuk preferon të konsiderojë deputetët e rinj si nxënës. Nuk do bëjmë sin, dhe ata nuk janë nxënës, janë kolegë të mirë, dhe siç ndodh në çdo lloj pune tjetër, dikush që ka një eksperiencë përpara mund do t'ua transmetoj kolegëve. Në mënyrë metaforike, është kënaqësi për mua që do të takoj me kolegët e mi që do të ndaj 4 vjet në seancë parlamentare. Akademia Politike e Partisë Socialiste do të ndahet në 5 module, duke nisur nga roli i deputetit dhe etika e përfaqësimit, për të vijuar më pas me temat mbi funksionimin e parlamentit, marrëdhëniet ndërinstitucionale dhe ndërkombëtare, komunikimi politik dhe Partia Socialiste dhe vizioni 2030. Lektor në këto module do të jenë figura të rëndësishme të Partisë Socialiste.